Historia tragjike i vran të fejuarin në oborin e shtëpisë bashkë me motrën e tij, kush është Juela, banorja e re e Big Brother VIP5. Juela Nikolaj është banorja më e re e Big Brother VIP5. Ajo ka lindur në Laç dhe është rritur jashtë Shqipërisë, në Milano, në një familje shqiptare shumë të lidhur. Prindrit e saj kanë qenë gjithmonë të kujdesshëm që të mos humbasin rrënjët, kulturën dhe vlerat që ata i kanë pasur gjithjetën. Familja ka qenë me shumë dashuri bashkë me 3 motrat dhe me disiplinë në të njëjtën kohë. Ka qenë një vajzë e qetë, kurioztare dhe shumë aktive, gjithmonë me ëndra të mëdha. Mbas studimeve të larta për ekonomi europiane, nisi projektet e saj muzikore. Është rritur me rrymën pop, por me kohën filloi të kërkonte tinguj të tjerë, më ballkanik, pak më oriental, baladë që përfaqësojnë më shumë. Edhe mësimet e pianos e ndihmuan shumë të lidhet me muzikën në një mënyrë më profesionale, edhe pse është akoma shumë fillestare. Para disa vite shumë bi njeriun me cilin po përgatitej të martohej. Ai u vra atë vit në oborin e shtëpisë së bashku me motrën e tij, nga ish bashkëshorti i kësaj të fundit. Ajo thot se kam kaluar shumë dhimbje dhe ankth. Në fillim mendoja se dhimbja do të kishte qenë e papërballueshme, por me kohën kuptova se jeta ndryshon nga mënyra se si zgjedhim ta përballojmë. Punova shumë me veten dhe ajo dashuri e bukur që më kishte lënë ai u bë dritë në momentet më të errta dhe më tregoi se unë mund të ngrihem përsëri. U bë forca që më ngriti. Kjo periudhë më ka bërë më të fortë, më të vetëdijshme për atë që dua dhe më mësoi të gjej dritë edhe kur mendoja se nuk ishte më. Dhe mund të them me plot dhimbje, mund të them me plot bindje që unë ja dola dhe kam akoma shumë për të ndërtuar, siç edhe ai ka besuar gjithmonë tek unë. Nga Big Brother pret një eksperiencë që mund t'i hap një tjetër kapitull. Është një vajzë me ambicie, me kulturë, që punon shumë, por edhe që ka një zemër të butë dhe shumë dashuri për artin.